Në një sallë të mbushur me gëzim, emocione dhe kujtime të çmuara, në 14 qershor 2025 në Prishtinë, miq dhe të ftuar nga e gjithë Kosova, Shqipëria e më shumë se 30 vende të botës u mlodhen për të kremtuar 40 vjetorin e kishës Bashkësia e Popullit të Zotit. Mirë se keni ardhur në këtë shërbes të veçantë për të festuar së bashku 40 vjetorin e themelimit të kishës Bashkësia e Popullit të Zotit. Ishte viti 1985, kur Zoti kishte vendosur në zemrën një familje misionare thirrjen për me mbjellë një farë drite të Ungjillit në zemrën e Prishtinës. Prej asaj dite deri më sot, ajo farë është rrit, është zhvillu dhe ka sjellë fryt ndërbreza të ndryshëm dhe në vende të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Ceremonia nisi me një mirëseardhje për zemërt, ndërsa tingujt e adhurimit nga grupi muzikor ndezën zemrat e të gjithëve, duke falendëruar Zotin për gjithçka ka bërë ndër vite. Ishte më shumë se një përvjetor, ishte një dëshmi e gjallë e besnikërisë së Perëndisë. Pas momenteve prekse të adhurimit, fjala ju dha pastor Artur Krasniqit, një nga figurat kyçe të këtij udhtimi 40 vjeçar. Ai rikujtoi fillimet e kishës dhe mirësinë e Zotit që i ka udhëhequr në çdo hap. Derisa festojmë këtë përvjetor, ne kujtojmë me respekt punën e ndritshme të familjes Qirjazi, shumë burrave grave në histori, që historia joni një srilindas kombëtar. Ne sot i respektojmë si përdikus e shërptor besnik të Zotit. Ne sot festojmë 40 vjetorin. Ishte viti 1985, kur kjo kishë u hap si vazhdimsi e kësaj trashëgimie të besimit. Sot jemi mirënjohës Zotit për gjithë ata burra e gra që e beku në vendin tonë me Ungjillin, e viti 1985 e mëtej. Në atë kohë, Shqipëria ishte mbyllur, e Bibla nuk ishte ende përkthyer në gjuhën shqipe. Bashkësia e Popullit të Zotit u hap si një vend adhurimi në gjuhën shqipe. Sot nuk festojmë veç histori, sepse ne nuk festojmë as monumente, por këtu festojmë të ardhmen e vendit tonë. Me gëzim e me shpresë ne shiqojmë atë që Zoti ka për të ardhmen e këtij vendi. Si qytetarët të këtij vendi, ne jemi të përkushtuar me gjithë zemër, me punu e me u lut për vendin tonë. I pranishëm ishte edhe kryeministri i Kosovës. Fjalët e Zotit Albin Kurti sollën vlerësimi institucional dhe mirënjohje për kontributin e kishës Bashkësia e Popullit të Zotit në shoqërinë e Kosovës. Por që nga themelimi e deri më sot, komuniteti protestant ka konsoliduar praninë e vet, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në jetën shpirtërore, arsimore, shoqërore, kulturore dhe humanitare të shumë qytetarëve në Kosovë. Gjatë këtyre viteve, kisha protestante ka qenë një zë i paqes shoqërore, i dinjitetit njerëzor dhe i shërbimit popullor për të mirën e përbashkët. Kjo përputhet me vizionin e shtetit tonë për një shoqëri demokratike të zhvilluar e të barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë përvjetor jubilar të ndëruar pranishëm, dua të shpreh mirënjohjen time dhe të Qeverisë së Republikës Kosovës për kontributin tuaj të çmuar për vendin tonë. Uroj që ky përvjetor të jetë një pikë reflektimi dhe besimi për të esur përpara dhe së bashku. E sot, marr një kopje të kësaj Bible, e kemi dashur si kish që adhurojmë kryeministrit vendit tonë me shumë dashuri dhe respekt. Ata që shkuan, ata që do të besojnë, do të këndojnë për qenjin Perëndis. Emri yt, më i lartë, emri yt,
fjalën e tij, pastori i kishës Bashkësia e Popullit të Zotit Artur Krasniqi shprehu mirënjohje të thellë për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e udhëtimit 40 vjeçar. Ai falenderoi themeluesit, bashkëpunëtorët ndër vite, miq ndërkombëtar e të gjithë ata që kanë kontribuar me përkushtime dashuri. Në 40 vjetorin e kishës sonë ne kemi vendosur që si kishë të ndajmë këtë mirënjohje Aleancës Ungjillore Evropiane për përkushtimin e tyre, e zemrën e tyre, për të qëndruar bashkë me kishën e Kosovës në kohë më të vështira. Kështu që më lejoni gjithë së bashku sot ndaj këtë mirënjohje bashkë me secilin për jush, Aleancës Ungjillore të Evropës, ne shaj falënderimin e mirënjohjes. Thank you very much. David Hasselblad për punën e tina në sjelljen e dritës për historinë e protestantëve në mesin e shqiptarëve në kohën tonë. Kështu që dëshiroj nami gjithë së bashku sot me dhënë këtë mirënjohje falënderimi për gjithë punën që David Hasselblad ka bërë për popullin shqiptar. Shumë faleminderit. Një mesazh u dha dhe nga misionari Von Golder, i cili solli një fjalë të thellë inkurajimi dhe shpresë për të ardhmen. Ai ftoi të gjithë të qëndrojnë të fortë në besim, e të mos harrojnë kurrë se Perëndia që nisi këtë vepër do ta përfundojë me lavdi. Perëndia ati hyn ju bekoft juve dhe familja tuaja kudo që të jeni edhe në Kosovë. Perëndia e dashurisë ju derdh pikërisht këtë dashuri më së pari në vatrat tuaja familjare. Jeu si dashur, shëroje familjet e plagosur, të varfrit pa punë, vëllezër dhe motër të smur, ata që kanë problemet familjare, derdh dashurinë tënë mbi zënkët e përçarjet në shoqëri, në familje dhe në bashkësi. Eja frymë e Perëndisë dhe bekoje këtë popull kaq të dashur, kaq të shtrejt për zemrën tënde. Të falenderojmë ty, o Atë, për zemrën tënde mbi gjitha. Ndaj pastor, me rastin e 4 editorit kishës Bashkësia e Popullit të Zotit, e shprehim mirënjohjen tonë thellë për jetën dhe shërbesën tonë të palodhshme. Ju keni qenë një njeri besnik, një njeri me vizion të perëndishëm që ka qëndruar në përgjithësi dhe në forcë, duke udhëhequr me dashuri dhe me të vërtetën e fjalës. Ky jubile është dëshmia e asaj që Zoti mund të bëjë përmes një njeriu që jepet atij gjithçka. Zoti të bekoft ty, familjen tonë, gjithë ditët e jetës tonë për lavdinë e tij. Me dashuri, Bashkësia e Popullit të Zotit. Ndjesia e një feste të tillë do të mbetet gjatë në zemrat e të pranishmëve. Ishte një ditë që nuk u mat me orë, por me emocione, gëzime e falënderime pafund. Një kapitull i lavdishëm u mbyll, por një tjetër sapo ka nisur, me besim, shpresë dhe dashuri.